Kurani është mrekullia e ndryshimit. Kështu që nëse namazet e tona akoma nuk janë ato namazet që duhet ta bëjnë ndryshimin e madh, ose nëse fetaria jonë akoma është një fetari simbolike që nuk po bën ndonjë ndryshim të madh, pikërisht është një thirrje që të reflektojmë për ta ndryshuar këtë kurs të fetarisë nëpërmjet shtimit të Kuranit në përkushtimin tonë dhe në adhurimet e tona. Kështu që mjafton një ajet për ndryshuar shumë. Mund të mjaftoj vetëm një ajet, mund të mjaftoj vetëm një sure, mund të mjaftoj vetëm një përjetim i fjalës së Allahut subhanahu wa taala për ndryshuar shumë. Sikurse që është rasti që i ka ndodhur Xhubeiri ibn Mut'imit radhiyallahu anhu në ditët që akoma ka qenë i dhujtar. Sikurse shënon Imam Buhariu nga vet Xhubeiri ibn Mut'im që thotë kom shkuar tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam për të deleguar për robërit e luftës, dhe thotë i kom gjetur teksa kishin qenë duke farë namazin e akşamit. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka qenë imam duke u prirë njerëzve dhe ka qenë duke lexuar surën At-Tur, dhe thot Xhubeiri që ato ditë akoma ka qenë jo musliman, thot derisa ka arritur te këto ajete ku thot Allah subhana, a mos vallë ata janë krijuar pa krijues, apo mos janë ata krijues të vetvetes? Kjo është sfidim për çdo njeri. Çdo njeri i cili ka dyshime tek krijuesi ose ka dyshime tek filozofia e ekzistencës, thot a mos vallë ata janë krijuar pa krijues, apo mos janë ata krijues të vetvetes? A mos vallë ata kanë krijuar qiellin dhe tokën? Jo, por ata nuk duan të besojnë. Thjesht ata e shohin këtë vërtet mirë, po nuk duan të besojnë. Thot Allah subhanahu wa taala pastaj në vazhdim, thot vallë, a mos në ta është thesari i Zotit tënd, apo mos vallë ata sundojnë? Thot Xhubeiri, thot kur i dëgjova këto ajete, thot zemra veç çka nuk më doli prej vendi. Ky moment i përjetimit, ky moment i shpurjes së zemrës së Xhubeirit nëpërmjet këtyre ajeteve kuranore është një moment që mund të na përsëritet edhe neve. Mund të jetë një moment që ne realisht do thotë ta përjetojmë një fjalë të Allahut subhanahu wa taala, ta përjetojmë një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rrjedhimisht do thotë të kemi një qasje tjetër, të kemi një fillim të ri dhe të kemi një fetari tjetër do thotë me lenin Allahu subhanahu wa taala. Dhe këto është një vërejtje që shumë njerëz nuk mund ta mbajnë pas Ramazanit përkushtimin dhe disponimin e Ramazanit, pikërisht sepse pas Ramazanit ju dobësohet lidhja me Kur'anin. Pikërisht shkaku që u dobësohet lidhja me Kur'anin dhe rrjedhimisht pastaj dobësohet edhe lidhja e përgjithshme fetare. Në kuptimin që nuk duhet që të shihet Ramazani si mundësi e përjetimit një mujor që është i papërsëritshëm. Do thotë kjo që na e përjetojmë gjatë Ramazanit mund ta përjetojmë në çdo muaj. Saktësisht ne atë çka mund të arrijmë prej përshpejtshmërisë dhe përjetimit të thellë shpirtëror gjatë muajit të Ramazan, ajo mund të na shoqërojë gjatë gjithë vitit nëse e realizojmë të njëjtën formulë, që është formula e devotshmërisë, formula e përkushtimit, e në veçantë formula e namazit të natës me shumë Kur'an.